Kryeministri i vendit Edi Rama në një takim me gratë në qytetin e Kavarjes theksoi se roli i gruas në shoqëri po vazhdohet të fuqizohet, çka pasqyrohet kudo. Sipas kreut socialist, në programin Shqipëria 2030, një rol të rëndësishëm kanë dhe vajzat dhe gratë e reja. Kemi krijuar dy shembuj tërësisht të rinj në politikën shqiptare. E para, futëm në parti risin e bashkëdrejtimit të organizatave, një burr ose djalë dhe një grua ose një vajzë. Dhe sot kemi mbi 95% të organizatave që kanë bashkëkryetar. Dhe kjo na ka sjell të mirën e madhe që më shumë gra dhe vajza janë afruar. Jo vetëm në rendin politik, por edhe në rolin e sipërmarrësit. Sipas kryeministrit Rama, numri i grave që merren me sipërmarrje është rritur ndjeshëm dhe duhet të vazhdojë të rritet. Gratë në sipërmarrje, në drejtimin e sipërmarrjeve kanë arritur në thuajse 30%, që është një shifër fantastike, duhet të shtrihet shumë më thellë në shoqëri për të garantuar çlirimin dhe barazimin mes gjinive në çdo familje. Gjithashtu kryeministri Rama në të tjera tregoi se trajtimi jo i barabartë i grave ka rënë, por që nuk është ende në nivele të kënaqshme dhe që duhet të ulet akoma më shumë.